Ta shikoni imami sunetit i kësaj kohës, Sheikhul Islami, Sheikh Al-Albani rahimahullah, thot, hexhri është dy llojesh. Këta hizbit këto fjalë të Sheikh Albanit duan t'i zhdukin, domethënë. Mos dalin t'i lexojnë selefit, se kuptojmë se ne jemi në hak, edhe Sheikh Albani ua ka thënë këtyrve të lodhurve, të bekiralimit edhe atyrve, domethënë, ka thënë, këta me Sheikh Rabin, ata janë në hak. Ata janë në hak. Hexhri është dy llojesh. Hexhri për shkak të nefsit. Hexhri për shkak të nefsit vetë që e bën njeriu. Ky lloj hexhër, ky lloj bojkotim është i ndaluar. Edhe ti duhet ta dish në brendsinë tënde, a e bën për hir të Allahut ose e bën për hir të nefsit tënd. Se ka shumë që e lidhin hexhrin me çështjet e mekfetare, kurse realiteti në brendsinë e tij është çështje personale. Ja ka prish biznesin, ja ka prish tregtin, ja ka prish atë, ja ka prish atë tjetrën, edhe tash po i boj hexhërun se unë kam çështjen e fesë, unë kam derin e fesë. Kurse në realitet në brendsinë e tij e ka çështjen e nefsit. Jo çështjen e me ngrit fenë Allahut subhanahu wa taala. Ti mundesh me mashtru mu sa dush dhe ku dush, po me Allahun si t'ja bësh. Unë si t'ja bëj Allahut atëherë, ditën e gjykimit. Si t'ja bëjmë? Ku do shkojmë? Ku do ikim? Ku do justifikohemi para Allahut subhanahu wa taala? Haroj njerëzit, fshi prej kokës, i mashtrove, i bone, kalove, nuk u zbulove, po në ditën e gjykimit, si t'ja bësh? Ku do shkojsh? Ku do shkojsh? Ku t'ja mbash? Imam Al-Albani rahimahullah thot, hexhri për shkak të nefsit të tij. Ky lloj hexhër nuk është i lejuar për vetëm se 3 ditë, dhe kjo është nga urtësia e ligjdhënësi, Allahu Teala. Sepse ndodh që njeriu për shkak çështje personale dhe kështu të acarohet. Edhe ai duhet koçëm gjaku të ftofet me reflektu, kjo është maksimum 3 ditë. Se ndoshta për një ditë është shkurt për njeriu. Edhe 2 ditë, po dita e 3 duhet domethënë të jenë emocione të qetësuara. Edhe më i miri është ai i cili jep selam parë. I pari domethënë që jep selam për atyre që janë të hidhruar mes vete. Dhe thot Imam Al-Albani rahimahullah, lloji i dytë i hexhrit është hexhër bojkotim për hir të Allahut. Ky lejohet, sikur se ka vepruar këtu Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu me djalin e tij. Me djalin e tij. Pra ky lloj hexhër nuk është domethënë për triumfimin e nefsit, por është për me triumfu feja Allahu subhanahu wa taala dhe që të mos preken kufit Allahu subhanahu wa taala. Ky lloj hexhër është i lejuar. Ky lloj hexhër është i lejuar. Edhe e përmend po ashtu Imam Al-Albani rahimullah dhe Imam Uthaymin rahimullah, edhe atë që ka vepruar Abdullah ibn Omeri radiyallahu anhuma me djalin e tij, që i ka treguar domethënë se mos me ndalu gratë nëse duan të shkojnë ata në xhami, atëherë ai ka thënë se s'du me lishu për shkak se njerëzit kanë ndryshuar. Ai ka thënë, unë të tregoj ty çka thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, dhe ti më thuash mua, unë nuk e do lishoj, nuk do flas me ty, dhe e ka bojkotuar deri në vdekje. Deri në vdekje. Kjo shala, kjo tregon madhështinë e nderimit dhe vlerësimit, pasimit sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam te selefët, e ka bojkotuar deri në vdekje. Dhe ki kujdes ja Abdallah. Këtu Sheikh Al-Albani rahimullah thot se djali Abdullah ibn Omeri ka pas një këndvështrim që e justifikon fjalën e tij, sepse ka fjalët e të Aishës radhiyallahu anha se sikur se të kishte pa pejgamberi alayhi salatu wasallam këto ndryshime që kanë ndodhur më vonë, ndoshta do a kishte ndaluar grave me shku në xhami. Edhe nga aspekti i veshjes e grave, edhe nga aspekti domethënë edhe i njerëzve dhe burrave natën që mundet mi damtu ato gratë të dopta. Megjithatë që ka pas një këndvështrim, thotë Sheikh Albani, ka një bazë. Po kur e ka kundërshtuar sunetin më ia tregu domethënë vendin, i ka thënë la ukellimuke abadan, nuk do flas me ty më asnjëherë. Edhe ka bojkotuar deri në vdekje. Tash paramendoni domethënë për këto çështje dhe sa të ashpër dhe rigoros kanë qenë selefët ridwanullahi alejhim.
Si do ishin sjellur selefat? Prandaj Sheh Rabia rahimullah thot, selefit në kohën tonë nuk e kanë ashpërsin as 1/10 që kanë pas selefat kundër bidatçive. Si do kishin vepruar selefat ridwanullahi alehim, e në krye të tynve sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Mughaffal, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, me Sejd Kutubin. Si do kishin vepruar domethënë me Sejd Kutubin, që s'ka lënë domethënë çështje për çështjeve të fesë për vetëm se ka fut devime. Si do ishin sjell ata me to? A do kishin thënë se është shahid? A do kishin thënë se ka qenë buri mirë, e ka pas një jetin të mirë, ja ka dash të mirën Islamit dhe muslimanëve, ka vdek për shahadetin? Si do ishin sjell këto një çështje domethënë që ka kundërshuar dhe fëmijët e tyre, flasim për fëmijët domethënë, për fëmijët, a ka më afër se fëmia. Edhe i kanë bojkotuar. E si është domethënë me Sejd Kutubin. Edhe pastaj këta ihwancat, tekfircat që janë në realitet, se ihwanul muslimin janë khawarij, tekfirjun, po thonë domethënë se ai qendrim jashari kishte thënë. Prit ta shohim ç'ish ka thënë sakt. Ose e gjej këtu. Që e kishte qitë para disa ditë, ky qëndrim jasharit të Shkupit, ajo që Allahu e ka zbritur për neve është Islami, jo demokracia. Muhammed Kutub. Do thënë e citon Muhammed Kutubin, ajo që Allahu e ka zbritur për neve është Islami, jo demokracia. I themi fjalë e sakt, si ka thënë Aliu radiallahu anhu, fjalë e sakt po synojnë të kotën. Nëse është ashtu, atëherë gjykojni Sejd Kutubit me Islamin. Nëse jeni pretendues se me të vërtet domethënë e ndjekni Islamin 100%, në përpikmëri, atëherë merreni atë Islam, po Islamin e Ebu Bekrit edhe Omerit, jo Islamin e Hasan el-Bennas dhe Sejd Kutubit. Mere Islamin që ka ndjek Ebu Bekri dhe Omeri, që është shpallur Muhammedit alayhi salatu wassalam, dhe gjykoje Sejd Kutubin me atë Islam, me atë kuptim të sahabëve, me kuptimin e Abdullah ibn Omerit, me kuptimin e Abdullah ibn Mughaffalit radhiyallahu anhuma, dhe gjykoje Sejd Kutubin. Atëherë do shohim domethënë, a gjykoni ju me vërtet me atë që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala, ose gjykoni me epshin tuaj. Dhe këta i kini vetëm parola kështu, që mi mashtru muslimanët, dhe mi mashtru ata që nuk din, dhe nuk va njohin realitetin tuaj. Merreni dhe gjykojni atë imamin tuaj, të cilën e kanë të paprekshëm, të cilën e kanë të paprekshëm.